Apeli i liderit të lëvizjeve vetëvendosje Albin Kurti erdhi një ditë pasi autoritetet ndaluan mbi 100 persona të dyshuar për përfshirjen në manipulimin e votave. Reagimi i tij përmes një postimi në Facebook pësoi edhe kritika publike për mungesë qëndrimi në javët e mëparshme, kur dyshimet për tjetërsim zgjedhor dolën në dritë. Kurti deklaroi se komisioner dhe individ të përfshirë në mënyrë klandestine në manipulim me votash brenda subjekteve politike nuk do të kenë asnjë lloj amnistie. Ai theksoi se lëvizja vetëvendosje ka qenë dhe do të mbetet gardiane ruajtjes së vullnetit politik e shprehur përmes votës së lirë. Javën e kaluar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi rinumërimin e plotë të votave pas konstatimit të mospërputhjeve të votave për kandidatët dhe deputetët. Deri tani, në rreth gjysmën e qendrave të votimit janë identifikuar afro 80.000 vota të pasakta. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, hetimet po zhvillohen në Prizren, Ferizaj dhe Malishev, me Prizrenin që dyshohet si zona me nivelin më të lartë të manipulimeve. Ndërkohë, organizata Çohu thekson se shumica dërmojnë se rasteve të tilla përfundojnë me dënime të lehta, pavarësisht se ligji i cilëson vepra penale të dënueshme me burg.